Partia Demokratike ndodhet përpara një momenti vendimtar politik ku sfida kryesore mbetet rikthimi i besimit tek qytetarëve dhe konsolidimi si forca kryesore opozitare në vend. A është Partia Demokratike e gatshme të bashkëpunojë me forca të tjera opozitare, apo arrin partia të krijojë një alternativë bindëse për qytetarët? Jemi sot në palimit me deputetin e Partisë Demokratike Luan Baçi. Zoti Luan, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Atëherë Partia Demokratike dje zhvilloi zgjedhjet e brendshme. Ishte në vazhdim të procesit zgjedhor, për arsye se procesi zgjedhor i Partisë Demokratike ka filluar qysh me herët me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike me referendumin që u bën në gjitha degët e vendit. Pastaj vazhdoi me zgjedhjet e tjera të kryesisë të Këshillit Kombëtar me kuvendin kombëtar dhe procesi përfundimtar ishte dje ku Këshilli Kombëtar përcaktoi dhe sekretariatet, nënkryetarët, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike. Mendoj se pas kësaj Partia Demokratike ka një ekip të riformatuar tashmë, të ripërtërir do ta quaja, me shpresë dhe besim që të performoj më mirë se që është performuar deri tani në aksionin opozitar që në momentin që flasim me problematikat që janë, duke pasur parasysh që kemi ndryshime do ta quaja këtë të rëndësishme të nervit qytetar. Për herë të parë kemi në rrugë dhe në sheshet Tiranës protestë të qytetarëve shqiptar, protestë qytetarëve të lirë me iniciativën e tyre, jo protestë partijake. Për herë të parë ndodh në vendin tonë që qytetarët vetë kanë dalë të protestojnë. Kjo tregon që kupa është mbushur. Kjo tregon që kjo qeveri e ka humbur besimin e qytetarëve. Kjo tregon që ky parlament nuk është më legjitim dhe nuk përfaqëson, nuk është më mazhorancë. Rama është mazhorancë me numra në kartonësh në parlament, por nuk është mazhorancë tek votat e qytetarëve. Në këtë drejtim Partia Demokratike i del detyrë kryesore për të qenë, pse jo, do të thoja, në bashkëpunim dhe në krye të këtyre qytetarëve, duke u afruar mbështetjen këtyre qytetarëve, duke fituar besimin e këtyre qytetarëve, që protesta të finalizohet me patjetër me rrëzimin e qeverisë. Me rrëzimin e qeverisë dhe me krijimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra, Partia Demokratike ka misionin historik tashmë të kthejë votin e lirë qytetarëve. Për arsye se nuk ka pasur vot të lirë, nuk kemi pas votime pas vitit 2013, e them me bindje të plot që gjitha zgjedhjet që janë bërë gjatë këtyre viteve kanë qenë zgjedhje të kontestuara, zgjedhje të blera, zgjedhje që janë manipuluar nga partia në pushtet dhe nga ky kryeministër që di vetëm të vjedhë dhe të grabisi. Parë në këtë këndvështrim, mendoj se është detyrë e Partisë Demokratike e opozitës, ashtu siç e thatë juve në parashtrimin tuaj shumë të saktë, për bashkëpunimin e një fronti të gjerë opozitar me gjitha partitë e tjera opozitare, por në radhë parë me qytetarët dhe pse jo përsëri po e përsëris shumë e rëndësishme me protestuesit, qytetarët e lirë që kanë dalë në rrugë dhe protestojnë në mënyrë të përditshme. I kemi çdo ditë te bulevardi Dëshmorët e Kombit, duke dalë aty të rinj, të reja, dhe kjo është risi do ta quaja për vendin tonë, që dalin të rinjt për herë të parë aty. Mua më duhet të them që Partia Demokratike ka qenë me 10 herë në protesta dhe në këto 13 vite ka qenë Partia Demokratike ka mbajtur gjallë opozitarizmin në këtë vend, për arsye se ishte drejt zhdukjes opozitarizmi, pluralizmi nga kjo qeveri dhe nga ky kryeministër. Shpesh herë ne kemi bërë thirrje qytetarëve të bashkoheshin protestave të Partisë Demokratike. Ka çaluar në këtë drejtim, për hir të së vërtetës, nuk kemi arritur ta ngjallim besimin e plot të gjithë qytetarëve që i bashkoheshin protestave të Partisë Demokratike. Ndodhi që vetë qytetarët dolën në shesh dhe janë në shesh. Besoj se dhe shpresoj që qeveria Rama duhet i ketë ditë numëruara duke qenë qytetarët në shesh, por patjetër me besim të plot që ekipi i ri i Partisë Demokratike i konfirmuar më së fundi edhe në ditën e djeshme të marrë përsipër përgjegjësinë që i takon për të fituar besimin e qytetarëve, atë që ju thatë pak më parë me të drejtë,
për të qenë në krye të lëvizjes popullore, të lëvizjes qytetarëve dhe për të bërë rotacionin e pushtetit gjithmonë me zgjedhje të lira dhe të ndershme, gjithmonë me një ndryshim rrënjësor do ta quaja të kodit zgjedhor, ku të kaloj votat të qytetarëve dhe jo votat tek partia dhe tek kryetarët e partive. Kjo është shumë e rëndësishme, ndryshimi i kodit zgjedhor, dhënia e të drejtës qytetarëve të zgjedhin vetë ata kandidatët për deputet, dhe patjetër të kemi një formatim të një parlamenti pluralist ku deputetët mos të jenë deputet që të mendojnë dhe të artikulojnë sipas asaj çfarë thot kryetari i partisë, por gjithmonë sipas kërkesave të qytetarëve që përfaqësojnë dhe me pavarësi mendimi. Dje u zgjedh ekipi i ri ashtu siç e thatë dhe ju. A pati pak kënaqësi brenda strukturave për rezultatet? Gjithmonë ka pak kënaqësi brenda çdo lloj strukture, brenda çdo lloj partie politike, të jeni të sigurt që me mbarimin e një procesi zgjedhor asnjëherë nuk ndodh që të dalin të gjithë të kënaqur. Kushdo që nuk fiton, se nuk përdor fjalën që humbet, atë brenda një partie politike nuk ka humbës. Dikush zgjidhet për të kryer një detyrë të rëndësishme, por ai që nuk arrin të zgjidhet, se njëri do dalë, në dy që përballen, apo në 20 apo 30 që mund të përballen dhe do fitojnë 10, pjesa tjetër është e detyrueshme të dalin një masë e tillë që përcakton statuti, pjesa tjetër nuk do thotë që ka humbur. Pjesa tjetër është përsëri pjesë e ekipit. Këtu duhet të mbizotëroj do të thoja intelekti për çdo kandidat që është, karakteri i kandidatëve, qëndrueshmëria e tyre, koherenca e tyre, që mos daljen në një garë, mos fitimin e një gare, mos të ndodhë që të ketë atë që ju thatë pak më parë, pak kënaqësi dhe aq më tepër largime. Unë nuk besoj se te Partia Demokratike duhet të ketë raste të tilla në këto zgjedhje që kaluan. Pak kënaqësi patjetër ka, kontestime patjetër ka, madje ka pasur kontestime të forta te Këshilli Kombëtar dje, antarë të Këshillit Kombëtar shumë të nderuar madje, siç ka qenë zonja Kuçana, që ka folur fort në Këshill Kombëtar për ato që ajo i quante të padrejta dhe i ka kontestuar, që në shumë gjëra unë i jap të drejtë zonjës Kuçana për hir të vërtetës, ka artikuluar gjëra të drejta dhe e ndihmon Partinë Demokratike. Do të uroja që shumë të tjerë ato që i thonë në tavolina, në biseda, kontestimet, kritikat që kanë të artikulojnë brenda strukturave të Partisë Demokratike, por personalisht nuk jam asnjëherë që pazaret e shtëpisë tonë të madhe politike të dalin nëpër media. Unë i them në parim këtu te juve që problematikat patjetër janë, por jam gjithmonë për zgjidhjen e tyre brenda strukturave të subjektit ton politik, duke i diskutuar atje, duke i zgjidhur atje që mos të përsëriten më. Patjetër që ekipi që doli, ata që garuan dhe nuk fituan, kanë pak kënaqësitë e tyre, kanë problemet e tyre, patjetër që kanë edhe të drejtë në shumë raste, pak kënaqësia e tyre është e motivuar, pak kënaqësia e tyre është e ligjëruar madje, kam edhe unë mendim të tillë, por gjithmonë duhen zgjidhur brenda partisë. A ka sot demokraci të brendshme në Partinë Demokratike? Pikërisht, atë ishim duke thënë deri tani. Demokracia e brendshme tregon atë që ne pam dje në Këshillin Kombëtar, debatin. Që një antar e Këshillit Kombëtar, disa antarë të Këshillit Kombëtar kontestuan fuqishëm mënyrën se si janë zgjedhur disa antarë të Këshillit Kombëtar, kontestuan fuqishëm mënyrën se si propozohen kandidatët, kohën e tyre, kohën që u lën dispozicion. Pra problematika nga më të ndryshmet. Kjo tregon demokracinë e një partie. Do me thënë ka hapësirë reale për debat dhe ndryshim ndryshe. Mendim ndryshe. Patjetër mendimi ndryshe çon në zhvillim të një force politike dhe këtë Partia Demokratike madje
nuk po marrim vetëm rastin e djeshëm që ishte mbledhja e Këshillit Kombëtar. Partia Demokratike ka treguar që demokracinë e brendshme madje e ka shumë herë më të zhvilluar, më shumë nga ç'duhet do të thoja, për arsye se kemi patur debate nga më të fuqishme të më të mëdha. Partia Demokratike ka qenë ajo që bëri një përmbysje me bëri rithemelimin e saj kur pati një problem statutor brenda Partisë Demokratike, ku ish kryetari mbajti një qëndrim jo brenda statutit, zoti Basha atëherë pati një lëvizje shumë të fuqishme te Partia Demokratike dhe pati një përmbysje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, pati riformatim, rithemelim të Partisë Demokratike, që arritëm deri në këto situata që jemi sot. Megjithëse më lejoni të shtoj që rithemelimi duhet akoma të vazhdoj, riformatimi akoma duhet të vazhdoj, pozicionimin për poste politike të partisë nuk duhet të merret si pozicionin politik që nesër të garantojë një vend në parlament, por të jetë si një përgjegjësi e tyre për të organizuar sa më fort dhe sa më mirë Partinë Demokratike për të arritur për të bërë rotacionin e pushtetit. Dhe kjo do të duket gjatë saj kohe, në qoftë se këta drejtues të rinj të strukturave, drejtues të sekretariateve, antar të kryesisë të rinj, që janë në një përqindje shumë të lartë të strukturës, në qoftë se i pan pozicionimet politike si pozicionime që do të jenë nesër në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të jenë ato, si një farë privilegji për të qenë ata përfaqësuesit politik në bashki apo në parlament, atëherë do të dështojnë dhe nuk do të jenë drejtues që do të nderohen me punën që kanë bërë. Në qoftë se do ta shikojnë si përgjegjësi dhe si detyrim që kanë ndaj demokratëve që i votuan për të qenë aty në ato pozicione politike, dhe në përzgjedhjen që u bëri kryetari i Partisë Demokratike, po e pa në këtë formë, në këtë mënyrë, mendoj se do të jenë të suksesshëm në realizimin e detyrave të tyre. Ju keni pasur gjithmonë besim tek Partia Demokratike dhe marrja e pushtetit që do ta marrë Partia Demokratike. A jeni akoma shpresë plot? Apo ka ndryshuar gjatë zgjedhjeve të djeshme brenda saj? Në qoftë se nuk do të isha shpresë plot, nuk do të vazhdoja të isha pastaj pjesë aktive e Partisë Demokratike. Por që të jemi sinqert, që shikoj vështirësi, patjetër që shikoj vështirësi, që prisja më shumë edhe nga vetja, edhe nga drejtimi i Partisë Demokratike, patjetër që prisja më shumë gjatë saj periudhe që reagimi jon, reflektimi jon të ishte shumë herë më ndryshe, që rezultatet ishin shumë herë më ndryshe, edhe në 2025, 11 maj 2025, pavarësisht shantazhit, presionit, grabitjes, vjedhjes së votave, gjithmonë ka vend edhe për të kërkuar fajin tek vetja për atë rezultat që ne patëm në 11 maj të 2025. Kështu që me riformatimin e thash pak më parë, shpresat janë akoma më të mëdha, të shpresojmë që ky ekip i ri i votuar më së fundmi të jetë një ekip që do të garantojë një rotacion të shpejt të pushtetit dhe një detyrim të shpejt të ngrejë popullin në këmbë, të ngrejë qytetarët në këmbë, të ngrejë demokratët në këmbë, t'u japi shpresë atyre që të ngrihen për të rrëzuar të qeveri. Qofse arrin ta bëjnë këtë, ky ekip i ri do arrijë ta bëjë deri para zgjedhjeve lokale. Dhe në zgjedhjet lokale ne të arrim vërtet një rezultat domethënës, për arsye se zgjedhjet lokale janë si një prag fitoreje për zgjedhjet e përgjithshme. Dhe që të arrihen ato, duhen që këto struktura të reja që janë në krye të Partisë Demokratike duhen patjetër të performojnë në mënyrë të tillë për të pasur një rezultat të mirë. E thash pak më parë, më lejoni ta shtoj këtë, patjetër që të arrijmë në atë rezultat duhet që reforma territoriale që është nisur bashkë me Partinë Demokratike duhet me patjetër të finalizohet me konsensus, nëse do të arrihet që reforma territoriale të kalohet në parlament në mënyrë të njëanshme nga kjo mazhorancë, pa pasur parasysh
propozimet e Partisë Demokratike, atëherë ne kemi konfirmuar qysh në kryet herës që nuk do të jemi fitues. Në qoftë se reforma zgjedhore, që është një tjetër komision i rëndësishëm, nuk do të arrijë që të konfirmoj një kod zgjedhor të ri, një kod zgjedhor ku qytetarit të ketë drejtën e votës me një kod zgjedhor me listë proporcionale kombëtare të hapur, ku të votohet kandidati, atëherë unë mendoj se Partia Demokratike nuk ja vlen fare pastaj që të dalë në përballje për arsye se ka garantuar humbjen qysh në kryet herës, nëse do të bëhet një veprim i tillë. Pra duhet të ngulet këmbë që kodi zgjedhor duhet të jetë proporcional kombëtar i hapur, ku të kenë të drejtën të gjithë qytetarët të përzgjedhin vetë kandidatin. Unë personalisht nuk do të pranoja në vazhdimsi të isha pjesë e një liste të Partisë Demokratike. Unë jam në mandatin e 3 si deputet i Partisë Demokratike, e quaj për nder dhe jam falënderues demokratëve që më kanë mbështetur, por në një rast tjetër nuk do të pranoja të isha më deputet i një liste të mbyllur për të votuar. Kjo do të ishte e pafalshme për çdo deputet, për çdo drejtues, madje do të thoja që edhe kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, me një respekt shumë të madh për të, duhet të jetë këmbgulës që kodi zgjedhor duhet të ndryshojë, se kjo është kërkesë e demokratëve e qytetarëve. Nëse nuk ndryshoj kodi zgjedhor, të jetë proporcional kombëtar i hapur, ku të votohet çdo qytetar, të votojë kandidatin që ai preferon, atëherë Partia Demokratike nuk garanton në rotacion pushteti dhe duhet të jemi mos shihemi pas gishtit, duhet i themi gjërat hapur. Unë tek ata hyj që i them gjërat hapur, ndoshta edhe me kosto, se jo pak herë kam marr kosto nga fjalët që kam thënë, jo siç mund t'i duan disa me diplomaci, por ashtu siç janë në të vërtetë dhe siç i kërkojnë qytetarët. Në konferencën e kryetarëve sot reforma zgjedhore është shtyrë. A mendoni se Partia Demokratike do të votojë ato që sjell Partia Socialiste për interesat e saj? Unë nuk do të votoj si deputet, edhe sikur të ketë një vendim politik të Partisë Demokratike, nëse kodi zgjedhor do të jetë me listë të mbyllur. Në çfarëdo lloj formati që ta paraqesin, në çfarëdo lloj mënyre që ata ta paraqesin, jo si kodi që ishte një 30% e mbyllur dhe gjasme 70% e hapur, që për mua ishte e gjithë e mbyllur dhe nuk ja vlente fare, por në çdo lloj formati që ta sjellin, një kod zgjedhor me listë të mbyllur ku nuk përzgjidhet kandidati, unë personalisht po e deklaroj, me që më bët pyetjen, për herë të parë po e them këtu, nuk do ta votoja një kod zgjedhor të tillë. Unë votoj një kod zgjedhor që të jetë i hapur 100% proporcional kombëtar, ku të kenë të drejtën që nga Konispoli deri në Vermosh të votojnë për çdo kandidat të çdo partie politike me emër dhe mbiemër dhe forcës politike që i korespondon. Ndryshe, do të thotë bëjmë kod zgjedhor sa për të qenë dhe tu themi demokratëve që ose do vim në pushtet se nuk i dihet asaj pune, dhe në fund fare kur të humbasim, do themi pastaj që s'kishim çfarë bën se na i vodi Rama. A ka deputet të tjerë të opozitës që mendojnë njëjtë si ti? Unë mendoj se ka dhe janë goxha shumë. Absolutisht që ka, do me thënë, dhe flas për ata deputet në fakt që janë provuar me vot. Por ka dhe deputet tjerë që nuk janë provuar me vot, nuk kanë parë ndonjëherë vot dhe janë gjithmonë deputet. Ata nuk besoj se duhet të jenë dakord me këtë, dhe Partia Demokratike ka një numër të konsiderueshëm deputetësh në fakt që nuk kanë kaluar nga vota asnjëherë, po kanë kaluar gjithmonë nga emërimi, sa drejtues politik një herë, pastaj nën kryetar komisioni, antar kryesie, të pavotuar, të korruptuar, dhe këta deputet nuk besoj se janë në këtë mendje që jam unë, ndërsa unë nuk i trembem votës fare. Për kë keni fjalën? Mund na thuash në një emër? Thash ka në përgjithësi, do me thënë, dhe nuk thash emra as për ata që votohen, as për ata që nuk votohen. Shpesh thuhet që Partia Demokratike është Berisha dhe Berisha është Partia Demokratike.
Kjo është një thënie e vjetër që vjen nga komunizmi në fakt dhe nuk ka lidhje A ju fare. dëmton? Dhe nuk ka lidhje nuk na dëmtojnë ne ato që thuhen shpesh tavolinave nga ata njerëz që nuk e duan Partinë Demokratike, absolutisht bëjnë diversion me thënie të tilla. Askush nuk e ka thënë një gjë të tillë, por nuk mund të mohojmë asnjëherë që Sali Berisha është një figurë historike, figura e vetme historike e Partisë Demokratike që nga themelimi i Partisë Demokratike deri më sot, si sot është dhe kryetari i Partisë Demokratike, është një figurë për mua që meriton respekt dhe vlerësim maksimal, dhe kjo është personale e imja, i pakontestueshëm në asnjë drejtim, dhe këtë e them me bindje të plot, por me gjatë karrierës politike me gabime, po patjetër me shumë gabime. Pra, këtu duhet të ndajmë gjërat, se shpesh herë thuhet kamerakun se nga ky podcast juaj mund të dalë nesër thonë që Luan Bashi, deputeti i Partisë Demokratike, tha Sali Berisha është i pa kontestueshëm, është ashtu, është po është. Por ama ka bërë gabime, po patjetër më ka bërë gabime Sali Berisha se njeri është. Dhe Sali Berisha ka qenë vetë ai që ka pranuar që unë kam bërë gabime, kam edhe probleme gjatë punës, se ai që punon edhe gabon. E rëndësishme është që gabimet rregullohen gjatë kohës. Ka gjëra që unë për shembull nuk kam qenë dakord me kryetarin, me Sali Berishën, po. Unë kam qenë një nga ata që para 7-8 muajsh, pas 11 majit kam deklaruar kryetarit Partisë Demokratike që duhet riformatosh partinë, drejtuesit politik të 12 qarqeve, dhe po e them prapë që akoma nuk janë lëvizur, duhet të lëvizin automatikisht dhe të gjithë drejtuesit politik duhet të jenë më drejtues politik qarqeve. Pse? Ata kanë qenë drejtues politik të qarqeve dhe kanë dalë humbës që të gjithë. Dhe duke dalë humbës, ti nuk mund të vesh përsëri këty drejtues politik. Madje jam kundër dhe atij qarkullimit që mund të ndodhë që hiqe drejtues politik nga Elbasani çohen Korç, hiqe nga Gjirokastra çohen Fier, hiqe nga Fieri çohen Vlorë, hiqe nga Vlora çohen Elbasan, apo ku diun se çfarë. Se dhe ajo është një mashtrim që mund të bësh demokratëve. Pra, drejtuesit politik duhet ta kishin dorëzuar vetë detyrën e tyre, të kishin dhënë dorëheqjen te kryetari i partisë dhe të ishin në dispozicion. Pra, edhe ky është mendimi im. Dhe drejtuesit politik duhet të ishin të gjithë nga ata që s'kan qenë drejtues politik. Madje unë kam shtuar një gjë, i kam thënë kryetarit partisë në mbledhje që drejtuesi politik mundohet të jenë jashtë grupit parlamentar, mos jenë deputet fare. Se s'ka nevojë deputetët për të patur një detyrë tjetër politike për të bërë punën. Deputeti është përfaqësimi më i lartë në legislativ, ka hapësira, ka mundësi ta bëj punën e vet në të gjithë Shqipërinë, madje vetëm në qarkun e tij. Në këtë drejtim mund të thoja që kryetari i partisë, zoti Berisha, duhet të reflektojë dhe duhet që drejtuesit politik në mënyrë urgjente duhet të riformatoj, të jenë të tjerë drejtues politik. Ashtu siç u riformatuan sekretariatet, siç u riformatua kryesia, që u bën shumë mirë, unë i vlerësoj, respektoj dhe uroj suksese shumë nga këtyre djemve dhe vajzave të rinj që janë sekretar, në sekretariate, në departamente, në të gjitha pozicionet në kryesinë e Partisë Demokratike, që është me një ekip të rinj që më pëlqen shumë fare, sa më shumë të rinj të futen në strukturat e Partisë Demokratike, por patjetër drejtuesit politik janë shumë të rëndësishëm për të lënë ata që ishin humbës në zgjedhjet e 11 majit, dhe kemi një vit kemi kaluar nga viti pas 11 majit, dhe këta drejtues politik vazhdojnë të kenë titullin e drejtuesit politik, por në fakt nuk po bëjnë asnjë punë, se nuk zbresin dot as në qarqet e tyre, se nuk kanë çfarë të thonë. Çfarë të thonë aty? Do thonë që erdhën prapë ne që humbëm? Në rregull, ju tha që jeni pro riformatimit të drejtuesve të Partisë Demokratike në... A mendoni se zoti Sali Berisha duhet të ndërhiqet? Zoti Sali Berisha është zgjedhur kryetari i partisë para disa muajsh. Nuk besoj se sot ka më vend kjo pyetje për dorëheqjen e Sali Berishës. Është pyetja më pa vend që bëhet në çdo studio dhe e shpreh me keqardhje këtë. Pse? Se e para punës, dorëheqja është një akt që merret me vendimarrjen e vet personit. Një drejtues partie, një drejtues i subjekti politik që mbaron një mandat dhe rikandidon dhe rikonfirmohet në krye të partisë, pyetja për dorëheqje nuk ka më vend. Dhe ne jo më larg nga dje
mbaroi riformatimi I ekipit të Partisë Demokratike, u riformatua ekipi I Partisë Demokratike. Këtu s'ka vend më, Sali Berisha tashmë ka detyrën që të drejtojë Partinë Demokratike, ta udhëheqë Partinë Demokratike në një front të gjerë opozitar bashkëpunimi me ndryshime të kodit zgjedhor, me ndryshime të reformës territoriale për ta çuar opozitën në pushtet nesër dhe për të rrëzuar të regjim. Kështu që këtu ka vend që Sali Berishës t'i bëhet thirrje për të zgjeruar frontin opozitar dhe për të rrëzuar të qeverinë, nuk ka vend fare për të bërë pyetjen që duhet të dorëhiqet apo nuk duhet të dorëhiqet. Në rregull, po dikush tjetër a duhet të dorëhiqet? Si për shembull dje Kuçane foli për Nokën, që nuk e kishte lënë të fitojë për ato që kishte kandiduar ajo. Që të jemi sinqert dhe I drejt për drejt. Unë nuk jam marrë me emra fare personal për asnjë. Kam qenë gjithmonë për riformatim të Partisë Demokratike dhe në përgjithësi riformatimi është bërë. Që duhet riformatimi të arrinte deri te sekretari I përgjithshëm, mendimi im personal është po, duhet të arrinte. Me qenë se pyetja juaj ishte e drejt për drejt, po e them asgjë personale me zotin Noka, madje është një nga miqtë e mi më të vjetër që e kam atje, por problemi është që demokratët qytetarët duan të shikojnë rifreskim, riformatim, ekip të ri. Posti I sekretarit përgjithshëm është një post I mirë nënshëm në Partinë Demokratike. Pas kryetarit të partisë është sekretari I përgjithshëm, pavarësisht se ne themi nën kryetarët, po nën kryetarët për mua janë honorific, 5 nën kryetar atje, figura shumë të nderuara dhe më bet qefi që janë aty. Megjithse shpreh keqardhjen se unë do të doja që nën kryetari I partisë të ishte Luciano Boçi, një nga figurat më të mira që ka Partia Demokratike, një nga njerëzit më dinjitoz që ka Partia Demokratike, një nga drejtuesit më suksesshëm që ka Partia Demokratike, që është nder dhe privilegj që e kemi aty. Gjithsesi, këto punë kështu janë, nganjëherë edhe rrëshqasin gjërat. Patjetër që zonja Kuçane e ngriti si problem punën e sekretarit përgjithshëm, mirë do të ishte që kryetari I Partisë Demokratike mos ta kishte kandiduar, se është në drejtën e kryetarit partisë për të kandiduar personat. Mirë do të ishte që mos ta kishte kandiduar dhe ashtu siç kandidoi të rinj në të gjitha sekretariatet, kishte kandiduar 2 figura të tjera për shembull, siç ishte për shembull Tomo Realizoti, mund të ishte një nga figurat e mira që ka Partia Demokratike për sekretari I përgjithshëm, apo edhe figurat të tjera që mund të ishin te Partia Demokratike ose edhe jashtë grupit parlamentar. Gjithsesi, kjo ishte një zgjedhje e kryetarit të partisë, është në të drejtën e tij statuore për ta propozuar dhe për ta votuar në Këshill Kombëtar, ku rezultoi që me kandidatin që kishte përballë zotin Koreshi, që kam dhe mik dhe koleg nga qarku I Lushnjës, madje unë kam votuar zotin Koreshi për shembull, po e deklaroj hapur, nuk kam votuar Flamur Nokën për sekretar të përgjithshëm, se doja që të kishte një riformatim edhe në atë pozicion, por I bindur që domethënë rezultati do të ishte I tillë. Besoj se e patët përgjigjen shumë sinqert dhe të drejt për drejt. Luciano ka pasur eksperiencë më parë në këtë post. Nën kryetari I partisë ka qenë Luciano, patjetër. E thash pak më parë, jo vetëm unë, po shprehin keqardhjen shumë demokratë, absolutisht. Ndoshta mënyra se si u riformatua votimi kishte pak problematika në zgjedhjen dhe rezultati ishte I tillë. Luciano a hyrë zoti Boçi hyrë figurat më të mira të Partisë Demokratike, kanë thënë, dhe ndër më të votuarit, absolutisht, dhe më rezultativët. Ideja është ta do arritja dal Belind Kolliçi ta bëjë njësoj siç e ka bërë Luciano. Nuk mund të bëjmë krahasime të tilla, absolutisht. Belind Kolliçi është një nga figurat e mira të Partisë Demokratike, absolutisht, është një I ri, ka qenë kryetar I Forumit Rinor, ka treguar që di të punojë, të organizojë, dhe unë besoj dhe shpresoj që Belindi do jetë një përfaqësim dinjitoz si nën kryetari I Partisë Demokratike. Atëherë nëse të partitë e reja opozitare nuk pranojnë bashkëpunim me Partinë Demokratike, si do të garojë opozita në zgjedhjet e ardhshme?
gjithmonë ha diskutim. Këtë do t'ja lëm kohës dhe vendimet i marrin strukturat e Partisë Demokratike dhe bashkëpunimi me partitë e tjera opozitare përsëri varet nga këto parti për vendimarrjet e tyre politike. Unë mendoj se ato parti opozitare, të reja, parlamentare ose jo parlamentare, në qoftë se do të kenë vendimarrje për mos të bashkëpunuar në një koalicion të madh zgjedhor me Partinë Demokratike, atëherë më vjen keq, po më duhet ta them që ato parti që do të dalin të vetme në zgjedhje, edhe në zgjedhjet lokale që jemi, po edhe në zgjedhjet e përgjithshme, atëherë nuk dalin për të fituar, se ato e din mirë që nuk fitojnë, po dalin thjesht për t'i bërë qok Ramës dhe për të dëmtuar opozitarizmin, se nuk dua të përmend nuk dua të përmend asnjë emër në parti të vogël, por përveç Partisë Demokratike, asnjë parti tjetër opozitare nuk mund të dalë e vetme përballë këtij regjimi, përballë majorancës socialiste. Kështu që nëse dalen të vetëm, dalen thjesht për t'u prezantuar dhe për të thënë që ne jemi këtu jo për të fituar. Nëse duan që të përballen me Ramën denjësisht, atëherë duhet bëjnë pjesë e Partisë Demokratike. Patjetër, duke pasur marrëveshje, mirëkuptimi për përfaqësim sa më dinjitoz edhe të partive të vogla. Për sa i përket zgjedhjeve vendore, po përgatitet Partia Demokratike? Përgatitja e Partisë Demokratike që pas 11 majit, riformatimi, reorganizimi, takimet, të gjitha janë përgatitje për zgjedhje. Hyjnë te përgatitjet për zgjedhje. Mendoj se Këshilli Kombëtar i djeshëm përfundoi procesin zgjedhor dhe patjetër që tashmë jemi të gatshëm për të vazhduar përgatitjen për zgjedhjet lokale. Para disa kohësh, vetë kryetari i Partisë Demokratike, zoti Berisha, ka deklaruar që kandidatët nuk do të dalin më për kryetar bashkie siç kanë dalë një muaj përpara datës së zgjedhjeve, por do të dalin shumë më shpejt, madje ka thënë në fund viti ose fillim vitit të 2027-s. Edhe kjo është një masë paraprake, ndryshe nga herët e tjera, që kandidatët të kenë disa muaj kohë për t'u përgatitur dhe për të bërë fushat, për t'u prezantuar denjësisht dhe për të qenë fitues në zgjedhje lokale. Patjetër që vazhdojnë përgatitjet në gjitha drejtimet. Cili është mesazhi që Partia Demokratike duhet t'i japë sot qytetarëve për t'i bindur se është alternativa e duhur për qeverisjen e vendit? Unë mendoj se mesazhin Partia Demokratike ka kohë që e jep, me denoncimet që ka bërë, me kallëzimet që ka bërë dhe në prokurorinë e posaçme apo në prokuroritë e rretheve, për gjitha denoncimet që ka bërë për vjedhjet, grabitjet dhe abuzimet që ka bërë kjo qeveri me tendera dhe me parat publike. Është një mesazh i qartë i luftës kundër korrupsionit që bën Partia Demokratike, një mesazh i qartë i transparencës që ka me qytetarët, duke riformatuar ekipin e vet me të rinj, të papërlyer dhe të papërfolur. Ky është një mesazh që jepet me veprime, me vendime dhe me qëndrime që qytetarët shqiptar të besojnë për një alternativë ndryshe dhe për një qeveri nesër që të jetë qeveri në shërbim qytetarëve dhe jo në shërbim të oligarkëve dhe të hajdutëve të pushtetit. Zot Luan, unë të falenderoj, ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua, faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.